Mund të themi që është në raport me procedurën është një vendim i pritshëm i gjykatës posaçme për Jonaid Myzyrin, kështu që edhe mund t'ia kthente prokurisë mbrapa për plotësime të tjera, por gjithsesi është pak i çuditshëm duke qenë që ka qenë prokuria vetë që ka kërkuar pushimin e çështjes pas hetimeve, ndoshta më shumë se një vit e gjysmë, gati 2 vite hetim, nuk gjeti një vepër penale në veprimet e ish kreu të KPP-s dhe për këtë arsye kërkoi pushimin e çështjes, megjithatë mbetet për tu parë tani se cili do të jetë qëndrimi i prokurisë së posaçme në raport me këtë çështje, sepse do të ishte megjithmonë shumë e çuditshme nëse prokuria pastaj do të vendoste që Jonaid Myzyri duhet të ndiqet penalisht, sepse krijon pastaj një shije në këndvështrimin tim jo të mirë në raport me këtë hetim, sepse kemi një zyrtar të pezulluar, kur fare mirë prokuria e posaçme mund të kryente veprime hetimore për të duke qenë në detyrë, dhe aq më tepër pastaj që rezultati i këtyre hetimeve nuk ishte ai i pritshëm për prokurinë e posaçme. Qëtë është që nëse ky është një hetim i matur apo është një hetim i sforcuar. Veprimet që ne kemi parë deri tani, na duket sikur është një hetim i sforcuar i prokurisë së posaçme. Pse deri në këtë konkluzion? Po sepse Endri argumentoi që është nga një procedim në mos gaboj 2019-s, ndarë 2022-shin dhe konkretizuar në 2025-ën. Kështu që dukshëm që është një gjë që nuk ka ecur, ka qenë aty gjithkohën, prokuria ka bërë sikur ka hetuar dhe në fund fare ka pezulluar një zyrtar shumë të rëndësishëm në këndvështrimin tim,